Për sot do bëjmë krem karamel. Për krem karamelin na duhen vetëm 4 përbërës. Na duhet qumësht, sheqer, vezë dhe një pustin vanilje. Do marrim në fillim, do rajmë vezët, do hedhim dhe qumshin, do i bashkojmë, do hedhim dhe sheqerin. Ndërkohë, nëpër masat do hedhim pak sheqer, do t'i futim në furrë sa për të bërë karamelin. Do e shohim përsëri. Kemi marrë format e krem karamelit. Ju hedhim nga pak sheqer në fund të gjithave. Sa të mbulohet fundi. I futim në furrë të sobës sa të shkrijë sheqeri dhe të bëhet karamel, të bëjë ngjyrën e karamelit. Ndërkohë që këto shkrihen në sobë, ne fillojmë përgatisim kremin e karamelit. Kemi 6 kupa kremi karamel. Për 6 kupa kremi karamel do të thym 6 kokra vezë. Edhe një 5, edhe një 6. Kemi kthyer 6 kokra vezë. Tani hedhim edhe 6 lugë sheqer. Fillojmë i raj në ndimër e një rapse të edhi dhe 1 litër qumësh. Edhim dhe një pustin vanilje. Dhe vazhdojmë i rafim bashkë sa të bëhet masa e njëjtë. Tani i nxjerrim format me karamelin e tretur dhe hedhim masën sipër. Tani sheqeri është tretur, ka marrë ngjyrën e karamelit. Fillojmë edhim masën nëpër format. Edhe në gjithë masën në përforma. I edhim
Ja 2 gota me ujë në tepsi, sepse do t'i futim në furr dhe do t'i pjekim në banjë avari. Edhe gotën e dytë. Tani lëm në furr për rreth 1 orë në banjë avari, derisa krem karamelit të piqet. I kemi hequr nga fura krem karamelet, janë pjekur, i lëm të ftohen dhe pastaj i futim në frigorifer për 1-2 orë. E kthejmë për mbys një pjatë ëmbëlsire dhe servirim. Kjo ishte ëmbëlsira jonë për sot. Ju bëft mirë.